Përshëndetje, unë jam Suara Ismaili, nxënëse e gjimnazit Sami Prashëri, dhe sot jemi të ndërtesa a shkollës së parë shqipe, e cila gjendet në pjesën perëndimore të qendrës historike të Prishtinës. Kjo ndërtesë ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19 nga Abdurrahman Pasha, i cili është një shqiptar nga Prishtina. Vitin 1880, kjo ndërtesë taq, por më pas u ridërtuar nga djentët. Në vitin 1908, në këtë ndërtesë u hap gjimnazi që kishte rreth 250 nxënës shqiptar. Ishte shkolla e parë shqipe në Kosovë, ku mësimi zhvilloi tërësisht në gjuhën shqipe. Pas vitit 1945, me rikthimin e pushtetit jugosllav, shkolla u mbyll dhe objekti u lë pas dore, duke humbur funksionin e tij të mëparshëm. Sot, kjo ndërtesë ka statusin e monumentit të trashëgimisë kulturore dhe është në mbrojtjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve. Mbrojtja dhe ruajtja e kësaj shkolle ka rëndësi të madhe historike dhe kulturore, pasi ajo përfaqëson një gur themel në zhvillimin e arsimit shqiptar. Objekti përballet me rreziqe të shumta, faktorë natyrorë si erozioni, ndryshimet klimatike apo rreshje, por edhe nga faktorë njerëzor, si ndërtimet e palejuara pranë tij, mungesa e mirëmbajtjes së objektit dhe moskujdesja nga qytetarët.